Horoskopi ditor, Mërkur, 26 nëntor 2025. Dashi. Energjia juaj dinamike përputhet me mundësitë për bashkëpunim. Hëna ndikon në sektorin tuaj të komunikimit, duke inkurajuar një shkëmbim të fortë idesh. Merrni në konsiderat të kontaktoni një koleg ose mik për një seancë shkëmbimi idesh. Në jetën tuaj personale, durimi është qelësi, veçanërisht në diskutimet për marrëdhënie. Financiarisht, një shans për një fitim të papritur mund të lindë më vonë gjatë ditës, prandaj qëndroni vigjilent. Ndërkohë, balancimi i punës dhe relaksimit është thelbësor për të ruajtur vrullim pa u lodhur. Nga ana shëndetësore, një shëtitje e shpejtë mund t'ju pastrojë mendjen dhe t'ju fuqizojë trupin. Përqendrohuni në moderim dhe ekuilibër në të gjitha fushat. Relaksimi në mbrëmje duhet të përfshijë një libër të mirë ose muzikën tuaj të preferuar. Lërini vibracionet pozitive t'ju udhëheqin dhe mos harroni se sfidat e sotme mund të transformohen në arritjet e së nesërmes. Mbani një ditar afër pasi dita mund të sjellë shkëndija frymëzimi që ja vlen të përmenden për ndjekjet e ardhshme. Demi. Ndërsa Venusi rreshtohet me Jupiterin, prisni ngrohtësi dhe bollëk në ndërveprimet tuaja. Kjo është një ditë e mbarë për krijimin e rrjeteve ose kërkimin e mentorimit. Ekziston potenciali për lidhje profesionale të qëndrueshme. Financiarisht, kini kujdes nga tejkalimi i burimeve tuaja pavarësisht mundësive joshëse. Vendimet e bazuara tani do t'ju sjellin dobi afatgjat. Në frontin e marrëdhënieve, hapja mund të çojë në përparime në mirëkuptim. Nëse jeni beqar, jini të hapur ndaj bisedave të reja që sfidojnë perspektivën tuaj rutinë. Në shtëpi, një projekt i vogël mund të ofrojë ndjenjën e arritjes që dëshironi. Sot favorizon punën drejt bukurisë, qoftë në hapësirën tuaj personale apo në shprehjen e vetvetes. Konsideroni diçka krijuese për të kanalizuar energjinë e tepërt në mënyrë efektive. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por integrimi i praktikave të thjeshta të vetëdijes në ditën tuaj mund të përmirësojë qartësinë mendore. Përmbushni dëshirat tuaja me mençuri dhe lejoni që natyra juaj praktike t'ju drejtojë drejt përvojave më të pasura dhe më të dobishme. Binjakët. Sot jeni një magnet shoqëror pasi Merkuri përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit. Përqafojeni këtë duke thurur lidhje ose duke ndjekur partneritete. Mendja dhe sharmi juaj mund të çojnë në mundësi emocionuese, ndoshta në përputhje me qëllimet tuaja të karrierës. Nga ana krijuese, është një ditë e shkëlqyer për të shprehur veten përmes shkrimit ose artit. Vendimet financiare duhet të trajtohen me kujdes, pasi ndikimi i Neptunit në Peshq mund të turbullojë vijat e realitetit. Kërkoni përgjigje të qarta përpara se të angazhoheni në shpenzime të mëdha. Marrëdhëniet kërkojnë dëgjim aktiv. Zhytuni më thellë në biseda me të dashurit për të fituar mirëkuptim. Dita inkurajon ekuilibrin midis stimulimit mendor dhe relaksimit. Përfshini metoda të vetëdijes për të ruajtur fokusin dhe për të zvogëluar stresin. Mirëqenia juaj varet nga të mësuarit për të ngadalësuar, edhe kur mendja juaj është duke u përpjekur shumë. Përfundoni ditën duke u përfshirë në hobi personale ose duke mësuar diçka të re. Është koha juaj për të çlodhur dhe për të reflektuar mbi angazhimet e ditës. Gaforria. Inteligjenca juaj emocionale është aseti juaj më i madh sot. Hëna fuqizon natyrën tuaj intuitive, duke e bërë më të lehtë të përshtateni me nevojat e atyre që ju rrethojnë. Në çështjet familjare, tregoni empati dhe mbështetje. Është një kohë e përkryer për të shëruar plagët e vjetra. Profesionalisht mund të lindë stres, por prirja juaj e kujdesshme mund të shndërrojë sfidat në mundësi për ndërtimin e besimit. Mund të shfaqen rrugë të reja për të ardhura. Vazhdoni me kujdes duke vlerësuar plotësisht rreziqet. Kujdesi për veten duhet të jetë përparësi midis kujdesit për të tjerët. Yoga ose meditimi mund të ndihmojnë në rigjallërimin e shpirtit tuaj. Emocionalisht mund të ndiheni të ndjeshëm. Prandaj rrethojeni vete me njerëz mbështetës që nxjerrin në pah pikat tuaja të forta. Ndërsa potenciali juaj krijues arrin kulmin, përkushtimi i kohës për një projekt pasioni mund të nxjisë rritjen personale. Ekuilibri është qelësi. Shfrytëzoni thellësitë tuaja emocionale me mençuri për të lundruar si në pritjet e jashtme, ashtu edhe në nevojat e brendshme. Çlodhuni me një aktivitet që inkurajon paqen dhe reflektimin. Luani. Ndikimi diellor i sotëm rrit shkëlqimin dhe karizmën tuaj, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të shfaqur talentet tuaja. Profesionalisht, rolet udhëheqëse ju bëjnë thirrje. Pohoni idetë tuaja me besim pasi të tjerët ka të ngjarë të reagojnë pozitivisht. Në marrëdhëniet personale, bujaria mund të thellojë lidhjet, por keni kujdes që të mos e teproni me veten.
Financiarisht këshillohet kujdesi. Planifikimi strategjik do t'ju udhëheqë drejt stabilitetit të ardhshëm. Ndjekjet krijuese ose hobi ofrojnë një rrugdalje për energjinë tuaj të gjallë, duke sugjeruar që loja me role ose aktrimi mund ta kanalizojë shpirtin tuaj të gjallë në mënyrë efektive. Sa i përket shëndetit, ruani ekuilibrin përmes aktivitetit fizik rutin për të mbajtur energjinë e trupit tuaj në rrjedhshmëri. Ndërsa dita paraqet sfida, mbështetuni në optimizmin tuaj natyror për t'i kthyer pengesat në trampolin. Aftësia juaj për të frymëzuar të tjerët është në qendër të vëmendjes. Prandaj përdoreni këtë ndikim me mençuri për të nxitur gëzimin dhe kreativitetin në komunitetin tuaj. Qetësohuni në mbrëmje duke festuar fitoret e ditës, të mëdha apo të vogla. Virgjëresha. Pozicioni i Mërkurit inkurajon të menduarit inovativ, duke e bërë ditën e sotme ideale për planifikim strategjik dhe zgjidhje problemesh. Vëmendja juaj ndaj detajeve do të vlerësohet si nga kolegët ashtu edhe nga të dashurit. Profesionalisht, hartimi planeve të menduara mirë mund ta çojë përpara projektin tuaj. Ndryshimet financiare duhet të trajtohen në mënyrë analitike, duke shmangur impulsivitetin. Sa i përket marrëdhënieve, sot favorizon shprehjen e vlerësimit dhe mirëkuptimit, duke forcuar lidhje. Në shtëpi, projektet e vogla organizative mund të sjellin një ndjenjë rregulli dhe qetësie. Shëndeti juaj do të përfitojë nga një rutinë e strukturuar dhe një dietë e ekuilibruar. Merrni në konsiderat eksplorimin e ndryshimeve dietike që i përshtaten nevojave të trupit tuaj. Gjetja e kohës për vetanalizë, ndoshta përmes shënimeve në ditar, mund të ofrojë njohuri për rritjen personale. Përqafoni ndryshimet që përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Lejoni veten të korrni shpërblimet e zellit duke marrë pak kohë relaksimi në mbrëmje. Ndoshta një shëtitje në natyrë në yje mund të jetë si përmbushëse ashtu edhe freskuese. Peshorja. Harmonia e Venusit thekson sharmin tuaj sot, duke ndihmuar si në ndërveprimet personale ashtu edhe në ato profesionale. Aftësitë tuaja diplomatike janë forca juaj, duke lehtësuar kompromiset aty ku ekziston tensioni. Në përpjekjet romantike, yjet inkurajojnë cenueshmërinë, duke nxitur lidhje më të thella. Financiarisht, investimet rezultojnë të favorshme nëse trajtohen me ekuilibër dhe largpamësi. Kreativiteti rrjedh lirshëm. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të filluar projekte që kërkojnë finesë estetike ose frymë bashkëpunuese. Syri juaj i mpret për bukurinë dhe harmoninë ju shërben mirë si në planifikim ashtu edhe në vendime të rastësishme. Nga ana shëndetësore, aktivitetet shoqërore mund t'ju rrisin humorin, por mos harroni të respektoni nevojën tuaj për reflektim të qetë dhe ekuilibër. Angazhimi në ushtrime të lehta si yoga ose vallëzimi mund të harmonizojë energjinë fizike dhe mendore. Ekuilibri është një temë në ditën tuaj. Ruani ekuilibrin duke u kënaqur shkurtimisht me aktivitetet ose argëtimin tuaj të preferuar. Mbylleni mbrëmjen me muzikë ose art qetësues për të rigjallëruar shisat tuaja. Akrepi. Shtrirja kozmike e sotme inkurajon vetanalizën e thellë dhe mirëkuptimin emocional. Aftësitë tuaja intuitive janë veçanërisht të forta, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të adresuar çështjet e mbetura. Sa i përket marrëdhënieve, komunikimi është qelësi. Lejoni që cenueshmëria të forcojë lidhjet tuaja. Mundësitë e karrierës favorizojnë ata që janë të gatshëm të zhyten nën sipërfaqe. Shikoni përtej asaj që është e dukshme për rrugë premtuese. Financiarisht besoni intuitës suaj, por verifikoni përmes hapave praktik për të shmangur rreziqet e panevojshme. Zbulimi i sekreteve ose i të vërtetave të fshehura mund të lindin, duke çuar në njohuri të rëndësishme. Përvoja transformuese ju bëjnë thirrje, duke theksuar evolucionin personal. Balanconi intensitetin emocional me momente qetësie përmes meditimit ose ushtrimeve të vetëdijes. Përqafoni ndryshimin dhe mirëpritni fillimet e reja në rritjen personale. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, atmosfera introspektive vazhdon. Mbajtja e një ditari ose një bisede qetë me një mik të ngushtë mund të sjellë qartësi dhe paqe. Është një ditë me njohuri të thella dhe shërim të mundshëm. Trajtojeni atë me kujdes dhe hapje. Shigjetari. Një energji ngritëse ju rrethon sot, ndërsa Jupiteri hap dyert për mundësi të reja. Eksplorimi është i favorizuar, qoftë përmes udhëtimeve, ideve apo sipërmarrjeve të reja. Profesionalisht është një kohë për të shtyrë kufit. Optimizmi juaj tërheq potenciale premtuese. Jini të kujdesshëm për të menaxhuar burimet tuaja në mënyrë efektive. Në marrëdhëniet personale, spontaniteti mund të ringjallë gëzimin, merrni në konsiderat dhe angazhohuni në një aventurë së bashku. Financiarisht, këshillohet moderimi për të siguruar stabilitet mes mundësive joshëse.
Shpirti juaj aventuresk lulëzon në të mësuar. Prandaj përqafoni ndjekjet arsimore ose bisedat e thella. Shëndeti rifiton vitalitetin përmes aktiviteteve në natyrë që përputhen me dashurinë tuaj për lirinë dhe eksplorimin. Kjo energji e gjallë ju shtyn përpara, duke frymëzuar ata në orbitën tuaj të përqafojnë jetën me entuziazëm. Edhe kur i drejtoheni yjeve, mbani mend teknikat e tokëzimit, si frymëmarrja e thellë, për momente reflektimi. Mbylleni ditën tuaj me mirënjohje dhe largpamësi. Të dyja janë busulla dhe udhërfyesi juaj. Britsjapi. Energjitë planetare të sotme favorizojnë këmbënguljen dhe planifikimin strategjik. Profesionalisht, ambicia dhe përqendrimi juaj në rezultate marrin njohje pozitive. Rolet e leadershipit ndihen të natyrshme tani. Prandaj mos hezitoni të bëni hapa përpara. Financiarisht, investimet kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm. Përfitimet afatgjata i të kalojnë fitimet afatshkurtra. Marrëdhëniet lulëzojnë me durim dhe praktik. Natyra juaj e bazuar u ofron siguri të dashurve. Ndërsa punoni drejt qëllimeve personale dhe profesionale, mos harroni të balanconi angazhimet me kujdesin për veten. Koha në natyrë ose ushtrimet e thjeshta fizike si ecja në natyrë do t'ju ndihmojnë të qëndroni në tokë. Megjithse pushimet e shkurtra gjatë ditës rrisin produktivitetin dhe humorin. Shfrytëzoni anën tuaj krijuese për zgjidhje të ndryshme për sfidat e vazhdueshme. Ndërsa mbrëmja mbyllet, relaksohuni me aktivitete që inkurajojnë reflektimin paqësor dhe të menduarit përpara. Përqafoni progresin e qëndrueshëm që po bëni dhe ruani vendosmërinë tuaj për të ndërtuar themele që mbështesin si rritjen ashtu edhe sigurinë. Durimi juaj në fund të fundit do të jap fryte të dobishme. Ujori. Hëna në shenjën tuaj amplifikon shtytjen tuaj për inovacion sot. Është një moment ideal për të ndjekur përpjekje krijuese ose për të riimagjinuar qasjen tuaj ndaj detyrave ekzistuese. Perspektiva juaj unike është një katalizator për ndryshim, veçanërisht në mjediset bashkëpunuese ku idetë tuaja vlerësohen. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi transparent. Do ta gjeni më të lehtë për të shprehur empatia. Financiarisht, vlerësimi i kujdesshëm i mundësive do të mbrojë burimet tuaja. Aktivitetet e ditës mund të frymëzojnë përfshirjen në kauza shoqërore që rezonojnë me idealet tuaja. Balanconi impulset aventureske me qëndrueshmërinë, duke siguruar ndikim afatgjat. Nga ana shëndetësore, përqafoni aktivitete që inkurajojnë qartësinë mendore, të tilla si ciklizmi ose praktikat e vetëdijes. Reflektoni mbi aspiratat personale dhe përshtatini ato me veprimet tuaja për harmoni dhe përmbushje. Dita juaj përfundon më mirë kur ndahet me individ me mendje të ngjashme që frymëzojnë rritje dhe të qeshura. Drejtoni yjet duke ruajtur kontaktin tuaj me realitetin, i cili mbetet spiranca juaj në eksplorim. Peshqit. Ambienti kozmik i sotëm fton introspeksionin dhe kreativitetin, duke ofruar frymëzim nga thellësitë e nëndërgjegjshme. Zhytuni në ndjekje artistike ose eksploroni ëndrat për kuptime të fshehura. Profesionalisht, intuita juaj udhëzon duke siguruar një busull për vendimarrje. Besoni intuitës suaj, por racionalizoni zgjedhjet aty ku është e mundur. Marrëdhëniet lulëzojnë kur ushqehet empatia, ofroni një vesh dëgjues për ata që kërkojnë ngushëllim. Çështjet financiare mund të kërkojnë një mendim të dytë. Shmangni shpenzimet impulsive të ndikuara nga emocionet. Bazojeni energjinë tuaj në realitet duke vendosur objektiva specifike dhe ndiqni me hapa të vegjël. Shëndeti emocional përfiton nga aktivitete që shpërndajnë tensionin, të tilla si shkrimi, muzika ose meditimi. Angazhimi në hobi ofron një rrugëdalje për shprehje imagjinative dhe nxit relaksimin. Shpirtërisht, kjo ditë ju inkurajon të shfrytëzoni energjitë universale për udhëzim. Ndërsa afrohet mbrëmja, qetësia ju mbështjell, dorëzohuni ndaj rrjedhës së butë të vetëdijes dhe qartësisë së fituar gjatë gjithë ditës, duke pasuruar si zemrën ashtu edhe shpirtin. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.